A shkojmë? Shkojmë. Përshëndetje Visar, faleminderit që e pranoj ftesën, edhe pse këto ditë je shumë i angazhuar, po gjithsesi faleminderit. Faleminderit shumë. Besoj që jam një person që nuk i refuzoj intervistat e mia, edhe pse koha është tepër e ngarkuar, po jemi në shërbim të juve edhe në shërbim të popullit. Okej, edhe pa humbur kohë, e fillojmë. Sa ke pas vështirë me mbledh krejt aktor me një festival? Vështirë me thonë që nuk e kum pas shumë vështirë, po kur ta kish vullnetin e mirë, besom që këtë punë shkojnë kështu. Si do e kishe krahasu festivalin me vitet e para? Kjo është muj me thonë me plot gojë që edicioni më i suksesshëm që 8 vite që organizohet Shkupi Hap Festi, kjo do t'jetë edicioni për mua, po besoj që edhe për shikues do t'jetë edicioni ma bum me thonë. A ja mendon veten me u rikthy në gastronomi? E kam si ide, po do të shfaqet kjo biznes familjar me vajzat e mia. A do ja u kishe dëshiru profesionin tënë edhe fëmijëve tu? Vajzës teme të voglës, po, duës, kurse të madhës, pitash e di që nuk do t'jetë në këtë hapa. Visar, me të pyet për një pasion, a e ke mendu vetën me pa vesmën? Pa vesmën zbesoj që ndonjëherë do të më shifni për edhe veç dhash zotin njerë pikspari zotit të mrun, po vesmën kur njerë nuk e nalë. Qysh të bën me undi fakti që në Shkupje i pari aktor që e ke kthy tabun e stand-upave? Jam tepër i lumtur, edhe ju bëj ftesë edhe me këtë emision, këtë kolegëve të mi bashkan gjithë në të bëjmë traditën më të fort, se për festival më i mirë në Shqiptari muj me thonë pitash që është për të bëjmë që të mburët Shkupe me këtë festival. A ka pas ndaj aktor që i ke thirr, po nuk e ka pranu ftesën me të parën herë? Deri tash nuk e di që ka aktor që ka refuzu, që nuk ka mujt me ardhë, është edhe përshëndesim, po herë kur do t'jetë është Elvis Pupa. Okay. E di që nuk e ke pranu herën e parë ftesën për Big Brother. Do e kishe pranu me të ardhë edhe një herë? Jo, nuk besoj. Cila është këshilla që ja u kishe dhënë aktorëve të rinj të teatrit? Vetëm punë, edhe më në fund dashëri. Okej, edhe e fundit. A ki me naj koleg që nuk i ke raportet të mira, edhe nëse ki nëse mundet na emër? Koleg që nuk kam raportet mira, nuk kam, po edhe pse mos me pas. Këti profesionit jena bashk, punojmë këtë institucion, edhe në qëse nuk është në këtu, do të na bjenë në një projekt privat, në një serial ose në një shfaqe, po pse mos me pas raportet e mira. Besoj që unë jam një tip që jep energji pozitive të krejt njerës, po energji negative që vaj e qesë në skip mi njëherë. Okej, atëre, kjo ishte dhe të pyetjet me Visar Etemin. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe për juve, jeni të mirë se ardhur kur do. A e bojmë boll?